kryeministri ka konfirmuar që licencën e diskotekës ka qenë një licencë falso, e cila është nënshkruar nga një ish sekretari i Ministrisë së Ekonomisë Çekiç Duraković. Durović ka nënshkruar këtë licencë, e cila sipas kryeministrit Hristijan Mickovski është një licencë falso, e cila i është dhënë klubit për të funksionuar. Por ajo që duhet diskutohet tani, kolega, është se si mundet një klub të funksionojë një vit me një licencë falso dhe askush nga ky territor, siç është kryetari i komunës apo edhe kryeshefi i policisë ose komandanti i stacionit policor në Koçan, të lajmëroj, sepse ky klub, nëse largohesh pak më larg dhe e sheh nga një distancë, shihet qartë se nuk i ngjan një klubi normal, por një fabrike, e cila ka funksionuar si fabrike qilimave më përpara, apo them ndryshe, ajo i ngjante një kasolle e cila fatkeqësisht mori jetën e 60 të rinjve në Koçan. Ishte shumë e rëndë situata atje dhe deri në këto momente fatkeqësisht po mundohet që të bëhet një lloj politike edhe me këtë rast, që është e patolerueshme me një tragjedi kaq të madhe të luajmë me ndjenja politike në këtë situatë të vështirë të njerëzve të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre. Po, realisht a ka pasur shkelje të sigurisë të rregullave nga kjo diskotekë atje në Nevrej? E para kjo